është një hadith për haditheve gjigante të cilët është transmetu nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku brenda këtij hadithit përmendet edhe agjërimi, përmendet edhe Ramazani. Çdo herë pejgamberi alayhis salam kur ka folë me sahabët ose kur ju ka dhënë përgjigje sahabëve, ju ka dhënë përgjigje të shkurta, të qarta, por me kuptime shumë të mëdha. Edhe ato porosi të cilët kanë qenë për sahabët, nuk vazhdojnë qenë vetëm për sahabët, por ato kanë vazhduar edhe mas sahabëve që të marrin yrnek dhe të marrin model, do të vazhdojnë brez pas brezi derisa ka ardhur edhe ky hadith edhe shumë hadithe deri në vendin tonë dhe në kohën tonë dhe momentin tonë, atëherë çka sa herë që përmendet fjala e pejgamberit alayhis salam, ajo fjalë do të jetë e freskët për besimtarët deri në ditën e Kiametit. Ndoshta fjalët e tona do të jenë të mërzitshme, fjalët e tona ndoshta do të jenë jo të freskëta sepse janë fjalët e tona. Edhe një herë nëse ta përmend dikush ty e emrin e 2 herë, 3 herë, ndoshta do të bezdisem unë prej tyje, edhe ti ke mu bezdis prej mua, do të mërzitesh sepse vazhdimisht do më përmendën emrin ose jam duke ta përmend emrin. Kur është pyetja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah është në kategorinë e rangit të parë. Allah është numër 1 sipërfaqen e tokës dhe këtë botë që përmendet emri i tij vazhdimisht, përmenden porositë e pejgamberit alayhis salam vazhdimisht, edhe këto porosi sa herë që përkujtohen, sa herë që përmenden, për herë do të jenë të freskëta për besimtarët. Edhe në këtë rast, këtë hadith të cilën e kam zgjedhur unë sonde bashkarisht ta komentojmë, ta shpjegojmë, është hadithi të cilën e transmeton Ebi Abdillah, Jabir ibn Abdillah el-Ansari radiallahu anhuma. E ka kunjën Ebi Abdillah, pseudonimin Ebi Abdillah, emri këtij sahabës është Jabir, i biri Abdullahit, nga kabila e Ensarve. Ensarët janë ato të cilët kanë jetu në Medinë, edhe sot e kësaj dite kjo kabile ekziston në Medinë, pra sikur kabila e Ensarve. Ensarët të cilët i kanë pritën muhaxhirët kur kanë bërë hijret prej Mekës, kur kanë ardhur në Medinë, e një prej kësaj kabile është edhe Jabir ibn Abdillah. Jabiri i biri Abdullahut. Abdullahu është baba i Jabirit. Me fjalë të shkurta, baba i Jabirit është një ndër shahidët të cilët ka ra edhe në Uhud, në betejën e Uhudit në Medinë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast Jabiri transmeton dhe thot, erdhi thot te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thot ila nabi sallallahu alaihi wasallam, thot ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një njeri dhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith ka që i shkurt me komente të shumta nga dietarët. Thot Muhamedi alayhis salam në këtë rast kur erdhi ky njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, si mendon se çka mendon nëse unë e fali namazin të cilën e kam të detyrueshme dhe e fali namazin çka është obligueshme për mua, e agjëroj Ramazanin, i përmbajmë asaj çka është e lejuar me halal dhe i largohem asaj çka është ndaluar me haram dhe nuk shtoj gjë tjetër jashtë kësaj kur gjë. As më shumë as më pak. A kam i në xhennet apo s'kam i në xhennet?" I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Po, ta kemi në xhennet." Shumë shkurt dhe shumë qartë. Nëse unë e vazhdoj dhe e bëj namazin, e mbaj Ramazanin, mundohem, largohem prej gjunahit, prej haramave dhe e praktikoj atë që Allahu më ka urdhëruar prej halalit, a kam i në xhennet apo s'kam i? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha po. Nga ky hadith na bën me dije neve se sahabët, edhe pse janë qenë shumë afër pejgamberit alayhis salam, e kanë pasur një dert shumë të madh. E kanë pas gajle si me i në xhennet.
tash gajli e sahabeve, derti i sahabeve edhe derti jonë sot, është shumë një dallim i madh. Na nuk thejna se s'kina qef me shku në xhenet, as nuk thejna se dojna xhenetin, as nuk thejna se s'kina qef me bë punë për me hi në xhenet, por ambicjet e mdoja që një ka pasë sahabët, edhe atë dertet e mdoja të cilët ato kanë mendu shumë larg, edhe kanë shkuar dhe kanë parashkruar pyetje se si të bëj do punë, ose nëse i bëjmë në këto punë, nuk shtojmë atë tepër në këtyre punëve. Para mendoni ka përmend namazin, e ka përmend Ramazanin, edhe sende që kam i ka leju Allah i halal di baj, sende që mi ka ndalu, do të largohom, a kam i në xhenet. Kush është ky njeri të cilën e ka pyet pejgamberi alayhis salam, se zakonisht kur thuhet në për hadithe, erdhi një njeri te pejgamberi alayhis salam, e pyeti një njeri pejgamberi alayhis salam, ndonjëherë nuk dihen njeriu kush ka qenë. Mirë po në këtë rast të komentuesit e haditheve, sidomos të Muslimit, të Sahih al-Muslim, përmendet se ky person i cili e ka vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o ka një sahabe shumë i madh me emrin Nu'man ibn Qaukal. Nu'man ibn Qaukal o ka një nga sahabët që për ne janë shumë i panjohshëm. Sepse të na ato të njohshmit e sahabëve janë Ebu Hurajra, Enes ibn Maliki, Khalid ibn Walidi, Uthman ibn Affani, Ebu Bekri, këto të cilët njihen më shumë që përmenden edhe në transmetime. Mira, ma Nu'man ibn Qaukal radhësh në të quhe edhe radhësh përmenden, a Nu'man ibn Qaukal o konën njën nga njerëzit e ngushtë të pejgamberit alayhis salam, se o konën një ndër luftarët e mëdhej që ka marrë pjesë në Bedër. Pasi ka marrë pjesë në Bedër, ai që ka marrë pjesë në Bedër, thot pejgamberi alayhis salam, atyre janë falën gabimet të cilët i kanë bërë përpara. Edhe ndron një jetë dhe vdes ki Nu'man ibn Qaukal në betejën e Uhudit dhe beshehit. Që do më thonë, edhe në Bedër ka marrë pjesë, edhe në Uhud ka marrë pjesë, Nu'man ibn Qaukali edhe sipas ulemave ka ra shahid në Uhud. Fjala e këtij sahabijut që i thot pejgamberit alayhis salam, si mendon nëse unë e bëj namazin ose nëse e kryej namazin, e ka qëllimin jo si mendon pejgamberi alayhis salam, por e ka për qëllim më trego pejgamberi i Zotit, më lajmëro pejgamberi i Zotit, më informo pejgamberi i Zotit nëse unë e bëj namazin e obligueshëm. Këtu përmendet punë e obligueshmërisë, nuk përmendet nafilja. E fjala si mendon o i dërguari i Allahut e ka pas për qëllim më trego, më informo dhe më jep dhe një lajm nëse unë i veproj këto punë, a do të hi në xhenet apo nuk do të hi në xhenet. Të çështja për të cilën Nu'man ibn Qaukali ose pyetësi e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam punën e namazit edhe punën e agjerimit, këtë rast e ka përmendën halalin edhe haramin. Mirë, por nuk janë përmendën disa obligime tjera. Kur është përmend namazi, ose përmend edhe Ramazani. Këtu s'përmendet as zeqati, s'u ka përmendën as haxhi, që janë shartet e Islamit. Ki ka thonë, nëse unë e bëj namazin, edhe e bëj Ramazanin, edhe i bëj punët që Allah i më ka leju halal, edhe largon për asaj pune që Allah i më ka ndalu haram. Edhe tash ulemaja vesin pse për haxhin s'ka vetë ki sahabi, e as për zeqatin nuk ka vetë. Ulemaja kanë thonën, haxhin e bën njeriu ai që ka mundësi. Ai që ka mundësi shkon hax, ai që s'ka s'ja bën obligim Zoti. Punën e zeqatit, ai që ka mundësi jep zeqat, ai që s'ka mundësi dhe ose ka mnar dhe ose i varfër, s'mundet me dhonën. E këtë rast pejgamberi alayhis salam, duke e ditën se ky sahabi o kon prej kategorisë s'ka mnorve, nuk o konën prej kategorisë të atyre të cilët ka pasën. Domethënë ka qenë ndonjë pasanik i madh dhe ka pasën biznes madh, edhe nuk ja ka përmendën punën e zeqatit. Kjo është një prej tregimeve, një prej komentave. Puna tjetër s'u ka përmendur thotë edhe haxhi, sepse kur është parashkruar kjo pyetje dhe kur e ka vetë ky Nu'man ibn Qaukal pejgamberi alayhis salam, haxhi nuk ka qenë në atë kohë i obligum. Se haxhi ka ardhur në fund. Para se me ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ka ardhën obligimi i haxhit, edhe ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në haxh, edhe mas haxhit zatëm edhe ndron jetë pas disa muajve. Haxhatul Wada, haxhin e lamtumirës, se pejgamberi se me ka bënë haxh. Hadithi pejgamberit edhe fjala e këtij sahabit kur e ka vetën, o kon më herët se sa të vere puna e haxhit, por atë edhe nuk është përmendur në këtë hadith. Puna tjetër që e kanë tregu dietarët në këtë hadith të madh të pejgamberit selam, ose ai cili i praktikon obligimet edhe largohet apo i braktisën ato të cilët janë të ndaluar me haramat, atëre praktikimi i obligimeve, ato që Allahu i ka obligim, edhe largohesh për asaj çka dhe i braktis ato punë të cilët Zoti i ka ndaluar, këto punë si ti vazhdosh jetën tënde, bëhen sebeb që ti përmirë në xhenet. Kjo është elementi i parë. Momentin që ti i sos obligimet. Këtë rast kush është obligimi jot? Obligimet Zotit të cilët i ka dhënë ti, momentin që ti vazhdon dhe praktikon, edhe momentin që ti i braktis punët e ndaluara, këtë rast i braktis gjunahet, i braktis haramat të cilët e bardha është e bardhë, e zeza është e zezë, dhe ne kemi qarta të cilët janë ato të lejume dhe janë të qarta ato të cilët janë të ndaluara, atëherë janë nga shkaqet që personin fjalë njeriu Allahu dhe Xhelal ta futen në xhenet. Duke pas parasysh se ky hadith i përmend sendet e lejume dhe sendet e ndaluara, atëherë edhe përmendën sendet të cilët janë të obligueshme, këtë rast përmendet namazi, edhe përmendet faktikisht edhe Ramazani. Atëherë nga dobit e këtij hadithi dalin disa sende, ose disa elemente, ose disa pika. E para ose në kohën e pejgamberit alayhis salam, sahabët janë kujdesen që të tregojnë atë çka quhet mësim. Janë kujdesen për të marrën mësim, edhe mësimet dhe porosit për të marrën, qëllimi o kone jo veç për me ditën, po për me mësu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qëllimi i tyre ka qenë çish me hyrë në xhenet. Do të thonë mënyra të ndryshme, sikurse ky sahabi që e ka vetë pejgamberi alayhis salam, qëllimi i tij nuk ka qenë vetëm se me ditën, por qëllimi ka qenë me mësu, me ditën, edhe me bë diçka që me punët të cilët do t'i bën, ta fitojë kënaqësinë e Allahit dhe ta fitojë xhenetin e Zotit. Kjo është ajo dobia e parë që edhe ne si musliman në këtë rast nuk është qëllimi vetëm me ditën namazin, as nuk është qëllimi vetëm me mësu namazin, por e mësojmë, e dim, e praktikojmë, e inshallah nëse na kështu vazhdojmë, duhet edhe tjerëve që u tregojmë që atë kënaqësi që ti e shijon, ta shijojë edhe dikush tjetër, që qëllimi është ta fitosh kënaqësinë e Zotit, ta fitosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Puna ditëse, në këtë rast, elementi ditëse, punët janë sebeb dhe punët janë shkak për me hyrë në xhenet. Që ka kuptimin, pa punë, s'ka vëllai dashur. Me net kokër shpinën se ne mi thon Zotit, o Allah, ma jap xhenetin, diçish është turp, po është marrë. Sigur se ti thuj dikujt kokër shpinës, ma jap ti mua pagën se unë jam të punu të ti, ama ti si ti punu as një ditë. Edhe pse nuk krahasohet ki krahasim me krijuesin e gjithësisë, por nëse ti rrin kokër shpinës, edhe vjen momenti e lip mund fund shpërblimin, e lip pagën tonë që s'ki punue as një sahat brenda 30 ditëve, pa punë, zatëm edhe nuk ka. Pa punë, s'ka. Kur kush nuk qep. E këtë rast, si të kërkojsh të Zoti, diçka, ku ti s'ki lëvizën, nuk e ki bon një hap. E kur ta bëjsh ti një hap ka rrugë e Zotit, Zotit e ti vjen të vrapu. Nëse ti shkon një plam ka aj vjen të ti me hapa e kështu me radhë. E këtë rast, ulemat kanë thonë se punët jenë shkak për me hi në xhenet, edhe punët jenë shkak për me fitu kënaqësinë dhe xhenetin e Allahut dhe Xhelal. Elementi i tretë është në këtë hadith rëndësinë që ja ka dhënë ibadetit Allahut dhe Xhelal. Cilit ibadet ja ka dhënë rëndësinë namazit, që është shtylla e Islamit. Namazi ka vlerat e rëndësinë, qëra hadithe ka shumëta, por këtë hadith ja ka dhënë rëndësinë e 5 vaktëve, por ja ka dhënë rëndësinë edhe agjerimit. Edhe na, elhamdulillah, shumica e muslimanëve në këtë muaj e kanë kuptuar se agjerimi është prej punëve të rëndësishme, por her pas herë duhet edhe namazin me kuptu sikur se e kanë kuptu besimtarët agjerimin.
E ki patin e një numër i madh në besimtarët agjerojnë. Por kina për atyre të cilët agjerojnë, por me namazin dyqysh nuk i kanë punë të mirë. Nuk janë me 5 kohë, agjeron. Tash ky person çish e ka kuptuar rëndësinë e agjerimit, është mirë ta kupton edhe rëndësinë e namazit. Se nëse ti e ke kuptuar agjerimin si ibadet, se e lip Zoti prej teje, por edhe namazin ta lip Zoti. E ne thëna inshallah që ke agjerim mos bëhet sebeb për personin fjalë i cili është duke agjeru që namazin mas Ramazanit ta kete pa ndërprej, ta kete të vazhdueshme edhe mos e ndale. Se ka një grup i besimtarëve në vendet tona agjerojnë, e inshallah Zoti ja pranon, por mas agjerimit dyqysh me namazin prap mbetet mbas. Nuk thëna se s'falet hiç, por dyqysh nuk është praktikant i namazit. E thëna pse ti me namazin nuk je kaq i lidht, sikur se ishe i lidh me Ramazanin. Do me thonë, duhesh t'ja dish mirë kuptimin namazit, edhe t'ja dish rëndësinë e namazit, sepse namazi ka më bë sebeb për me fitu xhenetin Allahu dhul xhelal. Por edhe këtë rast edhe rëndësia e agjerimit, sikur se ka ardhën edhe në këtë hadith. Edhe elementi tjetër është se muslimani vazhdimisht prej dobive të hadithit është muslimani vazhdimisht i përmbahet halalit me besim se ajo është i lejum. Faktikisht na si musliman i përmbahemi asaj çka Zoti ta ka lejuar. Por ma ka leju dhe e kam unë akide, e kam besim. Me besimin tem dhe me atë çka është akidja ime, unë i përmbahem asaj çka quhet halal dhe çka quhet e lejuar, edhe do shkoj deri në fund se Zoti ma ka leju këtë punë. Edhe e kundërta e kësaj është edhe distancohem, largohem nga harami me besim se ajo është e ndaluar për mua. Edhe usos muhabeti. Kur ta kuptojmë na çka dinin, një punë që Zoti ma ka ndaluar, unë duhet mu distancu edhe mu largu. Mos lakmo, se shpesh herë çaj gjuna ose çaj haram ta zbukuron shejtani dhe ta heshon punën që ti të rrshasish dhe të mashtrohesh, a faktikisht është punë e ndaluar. Është punë e ndaluar në biznes, ka lakmi të shumta, mashtrime të shumta. Parja, malli të mashtron, edhe çka zhytesh dhe rrshet dhe hin haram, në këtë rast ti duhesh ta kesh besim dhe ta kesh akide se atë të cilën ta ka ndaluar Zoti, duhesh largohesh se ka në haram. Nëse e ki kështu me besim edhe vazhdimisht largohesh prej asaj dukurie ose prej asaj pune, Zoti ka me dhënë bereqet. Sepse kur kush ja ka pa hajrin haramit, ndoshta për momentin, muajin e parë, vitin e parë, vitet e para, ndoshta ka më të duk se ka ardhur një bollok, vetëm vjen një fortunë të hupet krejt, edhe si a shef tragët se ka shku malli. Pse? Sepse nuk ka ardhën me razi Zotit, ose nuk ka ardhën me atë çka quhet halal, por ka ardhën dhe është pështjell dhe është përzi ajo pasuri me diçka çka nuk është razi Zoti, ose me fjalë të tjera çka është ndaluar apo me thonë çka është haram. Ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Xhabiri radiallahu anhu, ne e bën me dije po ashtu neve se na si besimtar duhet të kapemi fort për atë çka është shtylla e Islamit, pra namazi, edhe duhet të kapemi fort për shtylla tjera të Islamit. Po më parasis, a është agjerimi, a është haxhi, a është zekati, apo edhe obligime tjera të cilët nuk janë të përmendta në hadith, por i kemi të ndaluar. Për shembull, e ke të ndaluar të bëj zullum. E ke të ndaluar në familjen tënde ta keq përdorish mallin tënd. E ke të ndaluar për shembull të haki babas edhe i nanës, shembull, ti je nga ata kërsnusit ose ti je nga ata që ki bë keq ose ti je nga ata të cilët Zoti na rujt, sjellja jote, munira jote, edhe krejt çka ti bën familjen tënde, mos jete nona edhe baba për ty razi. Nëse ti kështu vazhdon, ke hin kategorinë asaj çka quhet e ndaluar. Por edhe kundërta, nëse ti mundohesh brenda jetës tënde, familjen tënde ta mbash me atë çka quhet e lejuar, me atë çka quhet halal, edhe vazhdimisht kështu vepron, padyshim se edhe ty, edhe familjen tënde, edhe nanën, edhe babën,
Allahu ka me shlu rahmet dhe ka me shlu bereqet, edhe rrezikun ka me ta dhon kaq e kujton. Në këtë rast, duke pas parasysh se me këto 2-3 fjalë të pejgamberit alayhis salam, që ja ka dhënë si porosi këtij sahabijës të madh, Nu'man ibn Kaukal, këtu përfshihet edhe krejt Islami me këtë fjalë, që ka kuptimin, nëse na e kena kuptuar mirë halalin, nëse na e kena kuptuar mirë haramin, edhe i kemi përvesh krade, ju kemi ngjit namazit dhe e mbajmë si duhet, edhe ju kemi ngjit dhe respektojmë Ramazanin si duhet, që këtu është krejt Islami jonë, këtu është këtë dini jonë. Allah i tje pasuri keme shku naq, ki pasuri keme dhonë zeqat, që këtu në silemi, rreth që këtyre 5 shtyllave, shahadetin e kije, mbaje namazin. Namazin dhe shahadetin e kije, nderoj dhe respektoj Ramazanin. Më të që tjep Allah i pasuri, keme shku edhe keme vizitu qaban. Ki pasuri, keme ndajt edhe keme gzu edhe fukarat. Qëtu është krejt Islami këtë hadith, edhe qka halalin mbaje si halal dhe respektoje, largo prej asaj që ka është ndalume. Kështu që nëse kështu vazhdan jetën tënde, që ki hadith, nëse praktikohet të na, jo që hadithet qera nuk jenë të vlefshme dhe nuk jenë të rastishme, ama të gjitha hadithet që jenë të forta dhe të mira, por e kuptoni, Muhamedi alayhis salam me 2 fjalë, me 3 fjalë, ja jep këtij njeriut, këtij sahabit, Nu'man ibn Kaukalit këto fjalë, edhe thot nëse unë këto i baj, edhe jashta këtyre unë nuk shtoj asnjë ibadet tjetër. E ka pas për qëllim, nuk shtoj asnjë ibadet jashta farzit. Do të thonë farzin e çojnë vend. Agjerimin e çojnë vend, Ramazanin, mbas Ramazanit tonë tentës mbaj. 3 ditë e bardha nuk i mbaj. 6 ditë e Shevalit nuk i mbaj. Ditën e Arafatit nuk e mbaj. Do të thonë nëse unë këto i baj, do të thonë punët e obligueshme, nuk shtoj unë prej kësaj. Kur gjon, a kam në xhenet? Pejgamberi se më ka thonë po. Ku të thotë pejgamberi selam po, kam mbaru kjo punë. Ti je xhenet live. E tash, na nëse mundohemi edhe namazin ta nderojmë dhe nuk e kputim lidhjen me Allahun. Edhe në këtë rast këtë misafir të madh e nderojmë Ramazanin. Por edhe jashtë Ramazanit nëse bën ti punë edhe tjera vullnetare, kjo vetëm se ja heshon dhe ja ndihmon asaj që është obligative. Nëse na bëjmë punë tjera të cilët nuk i kena për obligim, a ki ka thonë nuk e shtoj, as nuk e paksoj, kaq sa jam të thonë, nëse vazhdoj, pejgamberi selam ka thonë ti e ke xhenetin. E tash na duke u friksu se punët tona i kemi pas ka pak të mangta. Jo që Allahu dhul xhelal neve nuk na mëshiron, por na jemi mes mëshirës edhe mes asaj çka quhet shpresë, ndërmjet frikës dhe shpresës. Na shpresojmë rahmetin e Zotit, por edhe e kemi frikë dënimin e Zotit. E nëse na kemi frikë ndaj dënimit të Zotit dhe kemi shpresë se Allahu dhul xhelal do të na bën rahmet, atëherë çka mundohu bani punët të cilët Zoti të urdhon, në atë kuptimin për të mirën tonë dhe për të mirën tonë, se fundit Allahu dhul xhelal nuk është nxorr për Ramazanin tonë, as nuk është nxorr për agjerimin tonë, as nuk është nxorr për namazet që i bëjmë, ndash falu, ndash mësu fal. Agjerova, po nuk agjerove, nuk i ban kur Zotit të gjithësisë. Se Allahu dhul xhelal nuk është i ftihashli, nuk është nevojtar për këto ti çka kemi apo atina. Por ajo të kthehet tyje. Kush është nxorr këtë rast? Unë jam. A duhet ta bëjmë ibadet Zotin? Po. Pse? Se shumë të mira më ka dhënë. Edhe ato të mira të cilët më ka dhënë Allahu dhul xhelal, se nuk kum paramendu se kam më dhënën. Unë kum lip diçka më pak ai ka dhënë më shumë. Pastaj edhe Ramazanin. Ti ki mujtën edhe mes me agjeru, si kur qeri që se në agjerojnë. Në të kuptimin e shëndetit, po ti të ka dhënë Allah i shëndet, edhe ti kënaqesh me agjerim. E kur ti respekton dhe nderon, atëherë çka? Allahu dhul xhelal, vetëm se e ki nderu këtë misafir, ti e ta garanton dhe ta jep atë xhenet që se në qele kërkush tjetër. Përpas, ti se ti e ki pasportin. Allahu ti ta jep atë shifrën për me qelë derën e rejonit, që është dera e atij që ka mbajtur Ramazan, dera atij i cili ka agjeru, e ta ajo derë nuk do të hinjë kërkush përpas e Ramazan lija, ose përpas e ai i cili ka agjeru, se ti mundesh me qelë, se në dorën tonë do është shifra, dorën tonë është pasporti, edhe ti ajo derë ta lexon dorën tonë, ajo derë ta lexon trupin tonë, se ai trup e ka pasur emrin agjerim, ai trup e ka pasur respekt dhe Ramazanit. E nëse na kështu vazhdojmë në jetën tonë,
me izin të Allahit, inshallah, edhe Allah dhe Gjelal, edhe neve do të na i mëson që të na jape xhenetin, sepse ky xhenet është përgatitur për besimtarët, ky xhenet është përgatitur për ata të cilët mundohen dhe punojnë. Ky xhenet është përgatitur për ata të cilët lodhen nga pak me ibadetin e Zotit. Ajo edhe do del një ditë prej ditëve në ditën e Kiametit.